liderëve të opozitës, ashtu sikurse ju kishit deklaruar që nuk do të merrnit pjesë në protestën që do të mbaj, duke qenë se ju kishit akuzuar se mund të ishte një protestë e cila mund të përdorej politikisht nga kryeministri Edi Rama. Por përfaqësuesit e opozitës nuk munguan. Një prej tyre ishte edhe zoti Bujar Leskaj. Si e komentoni thyerjen e vendimit politik të zotit Leskaj për të marrë pjesë në atë protestë, në kushtet kur zoti Berisha, për t'ju kujtuar, dhe këtu më kanë ardhur në ndihmë edhe kolegët e mi që mbështesin zhvillimet, që mbulojnë zhvillimet në Partinë Demokratike, zoti Leskaj jo vetëm që nuk ka respektuar, po themi, këtë vendim politik të Partisë Demokratike, por duhet kujtuar që zoti Leskaj është mbase ndër të paktën deputet të Partisë Demokratike që nuk kanë nënshkruar kërkesën për shkarkimin e presidentit, është nga ata deputet që i ka dalë kundër vendimit të Partisë Demokratike për primaret e kryetarëve degëve, është i vetmi që ka votuar kundër kryetarit të grupit të Partisë Demokratike, njësër vendimesh tjera që në fakt shkojnë kundër linjës apo kundër vendimeve politike të Partisë Demokratike. Keni një koment? Tani, së pari është trillim dhe shpifja. Ajo që thonë se ka patur një urdhër, nuk ka patur kategorikisht asnjë urdhër. Më falë. Pi thonë vetë. Tani do më falë shfesë. Jo, së shtryshe, nuk ka patur asnjë urdhër për të marrë apo për të mos marrë pjesë në protestën e UÇK-s, e organizatës së UÇK-s. Nuk ka patur. Së dyti, duke mbështetur plotësisht kauzën e drejtë, luftën e drejtë të luftarëve dhe udhëheqësve të UÇK-s për liri dhe dinjitet kombëtar në Kosovë, unë i kam shpreh gjithë konsiderantat.